Kush është djali plagprishës? Djali plagprishës është djali i një babai. Dhe babai është jashtëzakonisht i pasur. Prandaj, djali plagprishës fitoi një status fisnik për shkak të babait të tij. Si ishte marrëdhënia e djalit plagprishës me të atin? Ai e la të atin. Për të qenë më të saktë, ai është një djalë që ka ndërprer marrëdhënie me të atin. Çfarë mendonte djali plagprishës për të atin? Kur i kërkoi të atit pjesën e tij, ai e konsideronte tashmë të atin si dikë që nuk ekzistonte në jetën e tij. E vetmja gjë në mendjen e tij ishte të hante, të pinte dhe të argëtohej me pasurinë e të atit, dhe ai bëri pikërisht këtë gjë. Por më pas u shfaq një problem. Ajo që ai ka nuk është e pafundme, kështu që në një moment i mbarojnë të gjitha. Dhe vetëm atëherë djali plagprishës ishte në gjendje të shite veten e tij të vërtetë. Përpara se djali plagprishës të largohet nga ati, ai konsiderohet si një bir i çmuar i një babai të pasur, por që nga koha kur e la të atin, ai vlerësohej vetëm për atë që kishte. Do me thënë, ai u bë një i ri i pasur nga djali i një babai të pasur. Por pasuria që ai kishte ishte e kufizuar. Përfundimisht, ato kufizime i shkaktuan shumë vuajtje. Çuditërisht, gjatë asaj kohe vuajtjesh, djali plagprishës zbuloi se kush ishte në të vërtetë. Jo vetëm kaq, ai e njohu edhe baban e tij siç duhet. Nëse djali plagprishës e kishte njohur më parë të atin si një baba të pasur, më vonë e kuptoi se ati kishte një lloj pasurie tjetër që nuk mund të krahasohej me asgjë në botë. Atëherë erdhi në vete dhe tha: sa më ditësve të atit tim u tepron uka, kurse unë po mbaroj nga urie.